Komuniteti mysliman i Shkodrës ka dënuar sulme terroriste në Francë. Muftiu Imam Muhamet Sitari tha se akte të tilla çnjerëzore nuk kanë lidhje me myslimanët, të cilët i kanë rrugët të ndara me të tilla sulme, pasi dhuna dhe terrori nuk janë feja jonë. Ne si musliman dënojmë me zemër dhe me çdo mundësi legjitime që kemi krejt format e dhunës dhe të terrorit, me të cilat është lënduar bota e jonë prej dekadash, jo vetëm sot. Siri, në Irak, në Palestinë, në Libi, në Egjipt, në Tunizi, e përreth, por jo vetëm. Shpërthimet e para ca ditëve në Stamboll, ato të Parisit më përpara, ai në Medinën e bekuar, ai Imran Shminonis të Francës, e shumë të tjerë, në të vërtetë janë sulme ndaj racës njerëzore, ndaj çdo njeriu, ndaj çdo besimtari, por ndaj çdo jo besimtari, ndaj çdo kujt që ka një pasaportë të përbashkët dhe i thot vetes njeri. Mësimet e shenjta të Kuranit duhet na udhëheqin në jetën tonë, vjoj Sitari duke kërkuar që në këto momente të dhimbshme të bashkohemi të gjithë në lutje. Unë ftoj krejt komunitetet fetare në vend që të bëjnë lutje dhe të sensibilizojnë besimtarët për të distancuar moralisht dhe shpirtërisht, materialisht dhe në çdo mënyrë legjitime nga çdo formë e dhunës, e terrorit, ambjelljes së urrëties ndërfetare dhe thirrjeve shterbe. Në sulmin terrorist përgjatë pedonales së Nisës në Francë, mes 10 viktimave janë të paktën 10 fëmijë.